Kuvendi i Kosovës ka deficit të kulturës politike dhe parlamentare, vlerëson KDI. Po asfaltohet rruga Softaj-Rahovic. U përuruan 3 shtëpi humanitare në Bibaj. Buk si në shtëpinë tuaj. Orex, kënaqësia e gatimit. Jetë në çdo pikë të ujit. Uji lubeten. Dini Company. Dini Company. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanisë Vestag Getalit. Dizajne unikate, Cilësi dhe garanci 10 vjeçare. shitje e laminatit gjerman. Dini Company. Dini Company. Në Veternik Prishtinë dhe në Ferizaj në Magjistralen për Prishtinë. Instituti Demokratik i Kosovës ka vlerësuar se Kuvendi i Kosovës ka deficit të kulturës politike dhe parlamentare në kryerjen e obligimeve dhe mandatit kushtetues. Në një konferencë për medje, KDI ka publikuar raportin 6 mujor të punës së Kuvendit të Republikës së Kosovës në periudhën janar-qershor 2013, duke paraqitur punën dhe angazhimet individuale të secilit deputet, grupeve parlamentare dhe komisioneve parlamentare. Me këtë rast është dhënë konstatimi se përbërja aktuale e Kuvendit të Republikës së Kosovës është më jo profesionale në historinë e parlamentarizmit në vend, është përbërja që më së paku do të duhej të ishte shembull se si bëhet parlamentarizmi në Kosovë, pasi që në këtë mandat legislativi nuk ka asgjë pozitive. Sipas Institutit Demokratik të Kosovës, edhe më tutje kjo periudhë raportuese po karakterizohet me një kontroll sipërfaqësor parlamentar, me një proces ligjbërës pa konsulta të nevojshme me publikun dhe me faktorë të tjerë relevant, si dhe me një rol jo dhe aq përfaqësues të zërit të atyre që i kanë votuar. Deputeti më aktiv ka dalë të jetë deputeti i Lëvizjes Vetvendose Visar Ymeri, ndërsa më pasivja ka dalë Rada Trajković. Këtë fundjavë ka filluar realizimi njërit nga projektet më të mëdha të infrastrukturës në komunën e Ferizajt, asfaltimi i rrugës Softaj-Rahovic në gjatësi rreth 4 kilometra dhe me një kosto prej 330.000 eurosh. Ky projekt konsiderohet i një rëndësie të veçantë pasi me rrugën Ferizaj-Rahovic lidhen fshatrat Sazli, Papaz, Softaj, Pojat, Mirosale, Mirash. Ndërsa lidhja me Mirosalen u mundëson fshatrave të përmendura që të udhtojnë më shkurt për Gjilan pa pasur nevojë të vinë në Ferizaj. Mesatarja të ardhurave vjetore për kokë banori në Kosovë sipas të dhënave zyrtare është 2.701 euro. Konsumi i përgjithshëm tek ekonomitë familjare në vit është mbi 7.000 euro, apo për një muaj familja kosovare shpenzon mesatarisht rreth 600 euro. Të dhënat e Ministrisë së Financave tregojnë se sa i përket normës së rritjes reale të ardhurave vjetore për kokë banori, Kosova ka të ardhurat më të ulta në rajon, ndërkaq rritja reale e brutoproduktit të brendshëm ka qenë më e shpejta në rajon përgjatë 10 viteve të fundit. Ekspertët çështjeve ekonomike konsiderojnë se kjo rritje ekonomike që është në Kosovë është e ulët dhe për të arritur vendet e rajonit, Kosova duhet të ketë zhvillim më të hovshëm ekonomik. Sipas tyre, të ardhurat vjetore për kokë banori janë më të ultat dhe mund të konsiderohen minimale për të jetuar një jetë të dinjitetshme. Sektori privat në Kosovë po ballafaqohet me pengesa të ndryshme për zhvillimin e aktiviteteve, ndërsa krimi organizuar dhe haraçi po dëmtojnë në masë të madhe këtë sektor, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lire kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini. Ai madje shton se problemi qëndron në faktin që fenomeni i haraçit po heshtet. Sipas tij, problemet janë të natyrave të ndryshme, duke filluar nga ambienti i infrastrukturës ligjore, i cili nuk është në favor të zhvillimit ekonomik të prodhimtarisë dhe ekonomisë vendore, por është i orientuar në favor të importit të produkteve të gatshme. Sipas Shahinit, kjo ka bërë që sektori privat, sidomos ai prodhues, të ngecë në krahasim me atë të shërbimeve e tregtisë, i cili është në avancim për çdo ditë.
Me iniciativën e shoqatës humanitare Phoenix në Bibaj të Ferizajt janë ndërtuar, ndërsa sot u përruan 3 shtëpi për familjet skamnore. U tha se ndërtimi këtyre shtëpive u realizua fal participimit të afërme të këtyre familjeve, të cilat prej vitesh vuanin për kul mbi kokë. Përfituesit e 2 shtëpive të ndërtuara në Bibaj janë ish pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe një përfitues tjetër është i komunës së Kaçanikut, shtëpitë të cilit janë ndërtojnë një bashkëdhetar në Amerikë. Ashtu bashkëdhetari nga Peja, i cili prej vitesh jeton në New York, Reshat Kelmendi, familjes Burniku ja kishte dërguar vajzën për shërim në SBA. Është organizata Gift of Life, të jepja jetën për gjithë fëmijët e një organizatë amerikane që e ka pru Agnesën për shërim atje, kurse familja jam e ka qenë të na, sa ka qenë gjithë tjera, kështu që më i falenderoj gjithë shqiptarëve të New York që kanë kontribuar, që jena mundu për marrë ide këtu. Përveç familjes Burniku, me shtëpi të re, sot u bën edhe familja Idriz Aliut dhe Egani Aslanit. Për të përuruar këto shtëpi në fshatin Bibaj, ishin të pranishëm shumë mysafir, ndërta edhe veprimtari Adem Demaçi. E shoh që një popull i organizuar, një popull të i cili po rritet vetia, po mendojnë për njëri tjetrin, po mundohen për njëri tjetrin. Kjo është ajo që ka i duhet popullit tonë. Ne, shoqata Phoenix, jemi shumë krenarë që për Bajram këto 3 familje gëzohen dhe shumë familje do të gëzojmë ma të tje. Spari faleminderoj shoqatën humanitare Phoenix, Gjallumin, që ma ka vonë këtë ndimes më ka ndimu për shfijen, edhe zotin e Trullit që e ka falë, faleminderoj shumë, gjithë donatorët që më ka ndimu. Jam ma shumë se çdo herë tjetër i lumtur dhe krenar që kam arrit të adhuroj këtë rull prej 20 dhe jam shumë i kënaqur që i shoh këta fëmijë sot të gëzuar, shumë të gëzuar, ju dëshiroj këtyre familjeve që të kanë jetë të gjatë dhe të lumtur. Familjet përfituese të shtëpive me kontribut të dizabanorëve të fshatit Bibaj ju dhuruan edhe disa pako ushqimore me produkte elementare. Televizioni Festina i Ferizajt ka njoftuar se dje në muret e objektit të tij janë gjetur grafite të shkruara me këtë përmbajtje, apo i ndalni emisionet talebane, apo doni bomba, Avni Rustemi, dhe këtu quhet Ferizaj e Shqiptari. Stafi i RTV Festina sqaron opinionin publik se gjatë muajit të Ramazanit në skemën programore kanë zënë vend një sër emisione shtetare, kryesisht ligjërata mbi tema të ndryshme që kanë të bëjnë me këtë muaj, mirë po në asnjë moment nuk është synuar të promovohet ndonjë ideologji apo rrymë sektare fetare që do të irritonte shikuesit. Emisionet e tilla përkundrazi janë kërkuar nga një pjesë e bukur e madhe shikuesve tan, pasi është vlerësuar se ato mund të jenë frymëzuese dhe edukative në aspektin e promovimit të vlerave të larta morale njerëzore që burojnë nga Islami tradicional, thuhet ndër të tjera në një njoftim të televizionit Festina të transmetuar në rrjetin social Facebook.